Përshëndetje nderuar kolegë më dëgjoni, zoti Beleshi, zoti Balla. Faleminderit, nderuar kolegë, sot në rendin e ditës kemi shqyrtimin e përnen të projekt ligjit për buxhetin e vitit 2024. Të ftuar kemi zotin Tauland Balla, ministri i brendshëm, së bashku me stafin. Faleminderit zoti Balla, zoti Niko Beleshi, ministri i mbrojtjes, së bashku me stafin, zoti Besmir Veja, Viktor Ysaj, Gelardina Prodani, Aleksandr Panda. Kemi përfaqësues nga Shërbimi Informativ Shtetëror, zonjë Monika Plasa, drejtore e Departamentit të Administrimit dhe Shërbimeve, Romina Peçi, drejtore e Drejtorisë Ekonomike. Faleminderit, më dëgjon. Në Ministri e Financave dhe Ekonomisë, zoti Gentian Opre dhe Fran Ibrahimi. Faleminderit. Të nderuar kolegë, që shqyrtimit në parim të projekt buxhetit për vitin 2024, Komisioni për Sigurinë Kombëtare fokusua më shumë në aspektet e buxhetit të cilat trajtojnë elemente financiare në rendin publik dhe sigurinë e vendit, ku zhvilloi seanca dëgjimore me institucione si Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes, Shërbimi Informativ Shtetëror, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve, Agjencia mbi Fytyrjet Policore, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile. Megjithëse jemi në fazën e shqyrtimit nën për nën, juftoj që në raportin ton që do të votojmë, të nderuar kolegë, jemi marrjes konsiderat shtesa dhe shpërndarjes së fonde për secilin prej institucione, sipas kërkesave të bëra prej tyre. Më dëgjoni? Faleminderit. Duke qenë se nuk ka asnjë amendament, nuk ka kërkesa të tjera dhe jemi vetëm në miratimin nën për nën, kush është dakord në parim me projekt buxhetin? Pro, kundër s'ka, abstenim s'ka, miratohet në parim. Kalojmë në miratimin nën për nën. Të buxhetit për vitin 2024, kush është dakord me nenin 1? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 2? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 3? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 4? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 5? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 6? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 7? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 8? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 9? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 10? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 11? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 12? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 13? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 14? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 15? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 16? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 17? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 18? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 19? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 20? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 21? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Kush është dakord me nenin 22? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Edhim në votim në tërësi projekt ligji për buxhetin për vitin 2024. Kush dakord? Pro, kundër, abstenim, miratohet. Faleminderit të nderuar kolegë, faleminderit të ftuar. Janë marrë në konsiderat të gjitha propozimet tuaja dhe të shoqërohen. Zoti Beleshi. Zoti Beleshi. Po, ndjes se jeni në proces votimi, po ne kemi sjellë në fakt kërkesën për e përmendëm edhe në komision për një rishpërndarje të fondit të programit buxhetor emergjenca civile te neni 15, por nuk ndryja dot në proces votimi. Besoj që është marrë parasysh me Po, është marrë parasysh, prandaj thash që në fillim të gjitha propozimet janë marrë parasysh, janë në raportin që shoqëron buxhetin, do i ver komisionit përkatës. Ndërkohë kemi edhe diçka tjetër që e kuptoj që nuk është shumë normale se jemi jemi të vonuar, jemi tani në procesin e votimit nën për nën, por këtu te neni 15 ose diku tjetër, nëse mund përfshihet një aneks për një
për të hapur një hapësirë buxhetimi për projektet e rindërtimit të valezave të dëshmorëve të ADD-ut. Ne kemi dhe një justifikim në fakt, ose argument pse e kemi vonuar, sepse kemi qenë në komunikim me Ministrinë e Kulturës për të zgjidhur çështjen, janë monument kulture, se janë monument kulture, kush ka të drejtën të ndryj, mundet ministria të mbështet bashkit me një fond për rekonstruksionin apo restaurimin e ndërtesave. Themi se kemi arritur një dakordsi në parim, edhe le të themi verbalisht me Ministrinë e Kulturës, dhe do ta zgjidhim shpejt çështjen, por na duhet të hapim një dritare, një aneks për t'i financuar. Pra ideja është që ne nga Ministria e Mbrojtjes, një pjesë të buxhetit, një lloj si me modelin e projekteve të mbështetjes për mbrojtjen civile, pra hapim thirrjen bashkitë që kanë nevojë për rekonstruksion varezash apo ndërtim varezash të reja në ndonjë rast, aplikojnë me projekte, bashkitë fituese, 5, 6, 7, sa do kemi buxhet, marrin si transfert fondin e kushtëzuar për investim nga ne dhe realizojnë investimin. Një lloj si projektet e investimeve. Dhe ne mendojmë të çelim një fond rreth 200 milion lek, meqense vitin tjetër kemi edhe 80 vjetorin e çlirimit të vendit. Nuk e di nëse mund të akomodohet. Po, dakord zoti Peleshi, do të na i paraqesim me shkrim brenda ditës së sotme. Patjetër. Ne jemi duke mbaruar dhe raportin mbas asaj dëgjese për t'ia dërguar komisionit përkatës, kështu që unë besoj dhe kolegët janë dakord. Bashkë me propozimin tuaj do t'i ver komisionit përkatës. Unë faleminderit. Edhe ndjes edhe një herë. Jo, faleminderit edhe për ndryrën zoti ministër. Të nderuar kolegë, nëse s'keni në gjë tjetër, ju falenderoj. Jemi të gjithë dakord, faleminderit. Faleminderit zoti Balla, faleminderit zoti Peleshi, faleminderit përfaqësuesve të shërbimit përfundimtar shtetëror. Ju falenderoj gjithëve.